Mungesa e mjekëve specialistë dhe ikja e infermierëve jashtë vendit ka krijuar zbrasti të madhe në sistemin shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, duke folur nga Spitali i Gostivarit, e pranon se kjo po e bën të vështirë për t'i plotësuar boshllëqet në shëndetësi. Pra edhe në këtë klinikë, edhe ja tani jemi në Gostivar, në Spitalin e Përgjithshëm të Gostivarit, gjithashtu ka boshllëqe të kapaciteteve njerëzore në bazë në përputhje me kërkesat dhe mundësitë të kapaciteteve njerëzore, ju siguroj që do të punësohen aq persona sa do të ketë nevojë institucioni. Kuptohet menjëherë nuk mund ta mbulojmë këtë boshllëk për dy arsye. Arsyeja e parë është për shkak se vërtet s'kemi neve, edhe po të duam nuk kemi mjek të cilët janë specialistë të ndonjë fushë ku kemi nevojë. Tek motrat medicinale e dini që një pjesë atyre për fat keq për shkak të politikbërjes deri tani janë larguar nga shteti. Aliu foli edhe për të punësuarit në ndërmarrjen publike komunale të Gostivarit, të cilët prej vitesh nuk kanë pasur sigurim shëndetësor. Sa i përket aspektit të shërbimeve që mund t'i marrin qytetarët që punojnë në këtë institucion, besoj që nga sot mund t'i shfrytëzojnë, pasi që ishte aspekti teknik, aspekti administrativ ka mbaruar. Faza tjetër është pastaj fazë administrative ndërmjet institucionit Ministrisë të Shëndetësisë dhe qeverisë dhe bashkë me institucionin e Gostivarit, që mundemi pastaj proceset administrative t'i riprogramojmë. Këtë komente Aliu i bëri gjatë vizitës së tij në Spitalin e Përgjithshëm të Gostivarit, ku u promovuan pajisjet e reja në departamentin për nëna dhe fëmijë, të cilat në bashkëpunim me ambasadën gjermane janë ndarë për 4 qytete në vlerë prej $500.000.